Aksi rrugor nacional Borrell Skuraj vijon të ketë probleme për qarkullimin e automjeteve. Mëngjesin e kësaj të shtunë drejtuesit e mjeteve janë përballur me mjegull të dendur kryesisht në segmentin Bushka-Shkopet. Mjegulla e dendur ka bërë që drejtuesit e mjeteve të detyrohen të lëvizin me shpejtësi të reduktuar, ndërsa në segmentin e Shkopetit vijon të ketë rënje të gurëve. Edhe këtë të shtunë rënja e gurëve ishte thuajse në të gjithë gjatësinë e segmentit të Shkopetit, edhe pse pastrimi i gurëve bëhet her pas here nga ana e firmës mirëmbajtëse, situata nuk është zgjidhur për shkak të mungesës së mure vaporetave mbrojtëse në shpatin e malit. Ndërkohë kalimtarët nuk janë neglizhent të kësaj situate teksa janë duke udhëtuar në këtë aks rrugor. Në shumë raste ata ndalen vetë dhe largojnë guret nga rruga në mënyrë që të shmangen aksidente për drejtuesit e mjeteve që mund të përballen në befasi pasi nuk e njohin mirë zonën. Kora se janë rrezikshëm se të shejka dhe shija ka zbut. Natyrshëm se bin se bin gurt kur zbotet për shit ditën me ka gur bien, po. Është të shkojmë me dalën çfarë. Ky aks rrugor vijon të jetë i degraduar dhe është një ndër rrugët kombëtare më të amortizuara në vendin tonë.